Furra i Sufi në Prizren me dekada ruan traditën për gatimin tradicional të simiteve, sidomos me rastin e festave për nete të mëdha apo në festat të bajrameve. Ky gatim është tradicional i furrës tonë, tregon Hajdar Çollaku, i cili tregon se për nete të mëdha edhe pse gatuajmë mjaft, nuk po arrim të plotësojmë të gjitha kërkesat e qytetarëve, ka theksuar ai. Përse ekziston në furra, se dim as na prej kurit është ky problem. Nuk ka dikush që e din prej kurit ka fillu buka simiti mua qitë. Po zakonisht na vetëm për festa, ka disa furrë që punojnë çdo ditë me të plija. Për simita po. Kur janë festat kemi kërkesa shumë të mëdha që s'mundom as më mrije me furnizu. Edhe pse gatuajmë mjaft, nuk po arrim të plotësojmë të gjitha kërkesat e qytetarëve, ka theksuar ai. Kjo është një procedurë që duhet 48 orë përpara me nis më përgatit ajo moja që e zojmë simitin. Po zakonisht vetëm Prizren bëhet. Nuk ka me në qytet tjetër, nuk ka në qytet tjetër që bëhet përveç Prizrenit. Shpresojmë të kthejmë gjeneratët e reja. Përderisa qytetarët të shprehen ne simite nuk marrim poshtë që gjejmë këtu pikërisht tek furra i Sufi. Blejmë këtu sepse simitet e kësaj furre kanë shije të veçantë dhe mënyra e gatimit të simiteve është e rëndësishme për familjet tona, për shije dhe për aromën karakteristike që kanë simitet. Qyteti i Prizrenit tashmë është i njohur sa i përket gatimit tradicional të simiteve, por edhe gatimeve të tjera tradicionale të cilat kanë shije të veçantë në gjithë Kosovën dhe me gjërë. Liri, me ju në qdo iftar.